Në hapje të fushatës për balotazh, Albin Kurti e nisi garën me një paralajmërim të pastër politik. Ai paralajmëroi se qytetet që nuk zgjedhin kandidat nga radhët e vetëvendosjes mund të mbeten pa mbështetje financiare nga shteti. Kurti theksoi se mjetet financiare nuk do të ndahen për të gjithë njësoj, por vetëm për ata që sipas tij dinë të punojnë për qytetarët dhe nuk i vjedhin ato. Ne kemi premtuar dhe do ta mbajmë fjalën, 1 miliard euro investime për komunat, por ju e dini, unë nuk e jap buxhetin e shtetit dhe parat e taksave për ata kryetarë që nuk din të punojnë mirë, apo për ata që vjedhin. Mos i votoni ata që nuk e din dhe nuk e duan punën, as ata që din e duan të vjedhin. Me ata nuk ka investime as zhvillim siç nuk ka pasur për 20 vite pas luftës, tha Kurti. Kjo deklaratë e tij ka sjellë një reagim të ashpër nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku. Ky i fundit, në një reagim bashkëngjitur me një fotografi të Prishtinës, tha se Kurti dhe vetëvendosjes nuk do t'ju vijë rendi që të bllokojnë me askënd. Nuk do t'ju vijë rendi të ndalni asgjë, nuk do t'ju vijë rendi të bllokoni me askënd. Me një panoram kryeqyteti i cili po ndriçohet si asnjëherë më parë nga LDK dhe qeverisja jon këtu, le të nisim javën e madhe të balotazhit, le të japim përgjigjen e madhe kryepopulistit që veç bllokimit e kërcënimit për bllokim nuk ofron më asgjë. Të dielën më 9 nëntor Prishtina flet e para, të dielën më 9 nëntor kryeqyteti jep LDK-s atë që s'mund t'ia ndalin populistët kurrë, besimin. Si triumfi i kohës, si etapë e re për gjithë Kosovën, Prishtina flet e para, pastaj nga zgjedhjet lokale deri në ato nacionale, le të flasë secili qytet, le të flasë gjithë Kosova, sepse dritë do të ketë, shkruan Lumir Abdixhiku. Edhe për Parim Rama, kandidati i LDK-s për Prishtinën dhe një herësh kryetari aktual, reagoi ashpër në Facebook duke i quajtur paralajmërimin e Kurtit një kërcënim ndaj qytetarëve dhe skandal shtetëror. Deklaratat e Albin Kurtit janë kërcënim i hapur ndaj demokracisë dhe qytetarëve të Kosovës. Askush nuk ka të drejtë i friksojë qytetarët me buxhetin e tyre. Parat publike nuk janë pronë e Kurtit, as e ndonjë partie, janë pronë e popullit të Kosovës. Kurti po i përdor investimet shtetërore si mjet shantazhi elektoral, duke u përpjekur ta blejë vullnetin e njerëzve me para publike. Kjo është e turpshme, e rrezikshme dhe në kundërshtim me çdo parim demokratik. Si kryetari i Prishtinës nuk do të hesht përballë një mentaliteti autokratik që kërkon t'i ndajë qytetarët në të tanët dhe të tjerët. Ne do të vazhdojmë të punojmë për çdo qytetar, pavarësisht përkatësisë partijake, sepse zhvillimi nuk vjen nga kërcënimi, por nga puna e ndershme. Kushdo që e përdor buxhetin e shtetit për të ndëshkuar apo shpërblyer votues, e ka humbur të drejtën morale për të udhëhequr, shpreh Rama.